Aleanca e krimit ka sot përballë një aleancë opozitare që vjen duke u zgjeruar dhe që e ka theksuar dhe e thekson dekriminalizimin si prioritetin numër 1, prioritetin absolut të Shqipërisë dhe shqiptarëve sot, prioritetin e gjithë prioriteteve. Të ndjekur nga prioriteti tjetër, ai zgjedhjeve të lira dhe të ndershme ku sot opozita shqiptare, faktori opozitar i përbërë nga gjithë partitë politike të opozitës, formalisht pjesë e këtij koalicioni, të tjerë me të cilët jemi në dialog dhe bashkëpunim të vazhdueshëm dhe që presim të jenë pjesë e këtij koalicioni, rakordohen në një qendrim të përbashkët përbërë nga disa propozime kryesore për të siguruar zgjedhje të lira dhe të ndershme në Shqipëri. Këto janë 3 konkluzionet: institucionalizimi i tyrezës opozitare, zbatimi i dekriminalizimit si prioritet i gjithë prioriteteve në Shqipëri, pra dekriminalizimi i politikës, dhe garantimi i një procesi të lirë, të ndershëm dhe demokratik zgjedhor për të paraprirë çdo diskutimi tjetër që mund të ketë bëjë me modelin që të garantojë një përfaqësim sa më të denjtë të votës shqiptarëve në parlamentin e ardhshëm të shqiptarëve. Reforma drejtësi nuk është prioritet? Është diskutuar, padyshim, është një ndër prioritetet, por siç ju thash, dekriminalizimi, zgjedhje të lira dhe ndershme janë prioritetet kryesore të theksuara sot në tyrezën e opozitës. Koalicioni opozitar ka marrë përsipër një detyrë shumë të vështirë në një 97 pa plumba, në një Shqipëri të zotruar nga krimi jashtë dhe brenda parlamentit. Unë duhet të falenderoj kolegët e mi, kryetarët e partive opozitare, për një diskutim të frytshëm dhe konstruktiv dhe të bashkëndajmë me shqiptarët vendosmërinë tonë për të çliruar Shqipërinë nga ky regjim kleptokrat dhe inkriminuar.